Dashi. Sot do të ndjeni të mbushur me energji dhe pasion, duke u përfshirë në çdo aktivitet me entuziazëm të madh. Në aspektin e dashurisë, është e rëndësishme të dëgjoni me kujdes atë që partneri juaj ka për t'ju thënë. Ndonjëherë një vesh i hapur është më i vlefshëm se fjala. Në punë, përqendrohuni te detajet dhe mos nxitoni. Një qasje e kujdesshme do të sjellë rezultate të shkëlqyera. Financat tuaja kërkojnë vëmendje të veçantë. Mbani një sy të shpenzimet e panevojshme dhe kurseni për të ardhmen. Sot është dita e duhur për të bërë një shëtitje në natyrë, duke gjetur qetësinë e brendshme që aq shumë e kërkoni. Lejoni që fryma e re të mbush mendjen dhe zemrën tuaj. Ndemi. Ndërsa dita nis me një dritë të ngrohtë, ndjeni nevojën për të përqendruar të zemra. Në dashuri, momentet e vogla të intimitetit do të sjellin ndjenja të mëdha. Kujdesuni për të dashurit tuaj dhe krijoni kujtime që do të zgjasin. Në punë, është koha për të organizuar prioritetet dhe për të shfaqur aftësitë tuaja. Një projekt i ri mund të jetë në horizont, duke ofruar mundësi për zhvillim profesional. Financat kërkojnë vëmendje. Planifikoni shpenzimet me kujdes dhe shmangni vendimet impulsive. Ndjesitë e përgjithshme të ditës do të jenë të qeta dhe qetësuese, duke ju lejuar të reflektoni mbi gjërat që vërtet kanë rëndësi. Mos harroni të gjeni pak kohë për veten, ndoshta me një filxhan çaji dhe një libër të mirë. Binjakët. Sot është një ditë e mbushur me energji pozitive që mund të përfitoni për të rregulluar marrëdhëniet personale. Një takim ose bisedë e papritur mund të sjellë freski në jetën tuaj emocionale. Në vendin e punës, idetë tuaja krijuese do të vlerësohen nga kolegët dhe mund të hapin dyrë të reja për ju. Mos hezitoni të merrni iniciativën, pasi guximi do të shpërblehet. Financat kërkojnë pak kujdes, qëndroni larg shpenzimeve impulsive dhe bëni plane afatgjata. Ndjeni forcën e mendjes suaj që ju udhëzon drejt zgjedhjeve të zgjuara. Një moment qetësie në natyrë mund t'ju ndihmojë të rikuperoni ekuilibrin e brendshëm. Ndiqni instinktet tuaja, pasi ato janë busulla më e mirë për rrugëtimin tuaj të ditës. Daforia. Sot zemra jote do ndriçojë si një qiri i ngrohtë në natë. Në dashuri, kujdesuni për të dashurit tuaj me fjalë të ëmbla dhe gjeste të vogla, duke e bërë lidhjen më të fortë. Në çështjet e punës, përqafo ndryshimet që po vijnë. Ato do të sjellin mundësi të reja dhe emocionuese. Përdorni zgjuarsinë tuaj për të adresuar sfidat financiare. Një planifikim i mirë mund të sjellë stabilitet dhe qetësi. Do ndiheni të mbështjellë nga një ndjenjë paqeje e thellë, ndërsa përqafoni momentet e thjeshta të jetës. Mos harroni të ndaloni dhe të vlerësoni bukurinë që gjendet përreth jush. Ky është një moment për të lidhur me vetveten, duke lënë që ndjenjat tuaja t'ju udhëheqin drejt qetësisë së brendshme. Luani. Sot, energjitë pozitive do të ndriçojnë ditën tënde. Në dashuri, gjej momentin për të folur nga zemra me partnerin. Hapja emocionale do të përmirësojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë një harmoni të thellë. Në punë, shmangni ndonjë debat të panevojshëm dhe përqendrohu në qëllimet afatgjata. Qetësia e mendjes do të ndihmojë të marrësh vendime të mençura. Financat po stabilizohen, kështu që menaxho burimet me kujdes dhe evitoni shpenzimet e panevojshme. Ndjesitë e përgjithshme do të karakterizohen nga një ndjenjë e ngrohtë sigurie që do të përhapet në jetën tënde. Mos harro të gjesh kohë për veten dhe relaksimin. Një shëtitje e qetë në natyrë mund të jetë një mënyrë e mrekullueshme për të rigjeneruar energjinë. Pranoje këtë ditë si një dhuratë. Virgjëresha. Sot, universi ka përgatitur surpriza të këndshme për ty. Zemra do të jetë në harmoni me mendjen, duke krijuar një balans të rrallë që ndihmon në zgjidhjen e çështjeve të pazgjidhura emocionale. Nëse ndjen një shtytje për të marrë një hap të madh në dashuri, këshilloj të dëgjosh zemrën tënde dhe të mos hezitosh. Në aspektin profesional, qëndrimi i kujdesshëm dhe analitik do të shpërblehet. Përdor aftësitë e tua organizative për të strukturuar një projekt që ke lënë pasdore. Financat duken të qëndrueshme, por është e mençur të shmangësh shpenzimet e panevojshme. Gjatë ditës, gjej momentin për të kujdesur për veten, ndoshta një shëtitje e qetë në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tënd të lodhur. Dëshorja. Dita e sotme sjell një valë energjie pozitive që të ndihmon të përballosh sfidat e vogla me lehtësi. Në punë, përqendrohu tek projektet e reja dhe lër kreativitetin të rrjedh lirisht. Një mundësi interesante mund të paraqitet, ndaj qëndro vigjilent. Në aspektin financiar, bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme dhe përqendrohu drejt kursimeve për të ardhmen. Marrëdhëniet personale ndriçohen nga harmonia dhe mirëkuptimi. Nëse ke një partner, një bisedë e thellë mund të afrojë zemrat tuaja edhe më shumë. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndezë zemrën. Kushto vëmendje intuitës dhe mos e neglizho zërin e brendshëm.
Sot, merr frymë thellë dhe shijo magjinë e vogël të jetës. Akrepi. Në këtë ditë të argëtetori, fryma e dashurisë rrezaton për ty si një yll ndriçues. Është koha e duhur për të shoqëruar partnerin në një udhëtim emocional, ku komunikimi i hapur do të ndërtojë urat e harmonisë. Në punë, qëndro i fokusuar dhe mos e lejo vrrullin e çasteve të të mposhtin. Një mundësi e re financiare do të trokas në derën tënde, por mendo me kujdes para se të investosh. Kujdesi ndaj detajeve mund të jetë çelësi për të përfituar më shumë. Sot do të përjetosh ndjesinë e qetësisë dhe stabilitetit shpirtëror, sikur valët e një oqeani të qetë të përqafojnë zemrën tënde. Merr pak kohë për reflektim dhe meditim, duke ndjerë falënderim për gjithçka që ndërtuar deri më tani. Shigjetari. Në këtë ditë do të ndiheni të mbushur me energji dhe optimizëm. Është momenti i duhur për të shprehur mendimet dhe ndjenjat tuaja, veçanërisht ndaj atyre që ju janë afër. Në aspektin profesional, një ide e re mund të tërheqë vëmendjen e prorëve tuaj, ndaj mos hezitoni ta ndani. Sa i përket financave, është e këshillueshme të tregoni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive, kursimi do të sjellë paqen mendore. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj. Nëse jeni beqar, mund të ndjeni një tërheqje të veçantë ndaj dikujt në rrethin tuaj shoqëror. Përqendrohuni te momentet pozitive dhe mos harroni të mbani një frymë të qetë dhe të lumtur gjatë ditës. Britsjapi. Dita e sotme ofron mundësi të reja që kërkojnë vëmendjen tuaj. Në fushën e punës, një projekt i rëndësishëm do të kërkojë përkushtimin tuaj maksimal, ndaj mos hezitoni të merrni drejtimin. Financat duken të qëndrueshme, megjithatë është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të fokusoheni në kursime afatgjata. Në dashuri, komunikimi i hapur me partnerin tuaj do të sjellë afërsi dhe mirëkuptim më të thellë. Për ata që janë ende në kërkim, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re romantike. Ndjesitë tuaja sot janë si një dritë e butë që ndriçon qark, duke ju dhënë siguri dhe qartësi në çdo hap që hidhni. Merrni kohë për të reflektuar mbi përparësitë tuaja dhe gëzoni momentet e vogla që ju ofrohen. Ujori. Më 3 tetor do të ndjesh një energji të re dhe të freskët që të fton të eksplorosh horizonte të reja. Në dashuri, lejo emocionet e tua të flasin dhe hapu me partnerin për të ndarë ëndrat e fshehta. Nëse je beqar, mos hezito të afrosh dikë që të ka tërhequr prej kohësh. Në punë, do të marrësh një mundësi për të treguar aftësitë e tua dhe për të shkëlqyer. Kujdesu për detajet, sepse këto do të bëjnë diferencën. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangësh shpenzimet e tepërta. Natyra e tua kurioze do të shtyjë të eksplorosh ide të reja. Mos e frenoni këtë impulse, pasi mund të sjellë frymëzim dhe qetësi shpirtërore. Ndiq rrugën e zemrës sot. Peshqit. Sot do të ndjeni sikur jeni në harmoni me veten dhe universin. Ndjenjat e thella do të dalin në sipërfaqe, duke ju ndihmuar të kuptoni më mirë veten në marrëdhëniet personale. Bëni një hap për të komunikuar sinqerisht me ata që ju kanë zemër. Në punë, intuita juaj do të jetë një aleat i fortë, dhe i besoni instinkteve tuaja kur merrni vendime. Financat mund të kenë nevojë për një rishikim të vogël, kurseni për të ardhmen, ndërkohë që shijoni edhe momentet e vogla të lumturisë sot. Ndryshimet në natyrë do t'ju ngarkojnë me energji pozitive. Kaloni pak kohë jashtë për të ringarkuar shpirtrat dhe për të rigjitur balancën. Merrni frymë thellë dhe kujtoni se gjithçka është një pjesë e një plani më të madh.